Shko do të parë rast pas rastit, sepse themi që nuk ka trajnim, do të thotë që në strukturat e policisë nuk ka funksionim, por trajnime ka. Bën trajnime sigurisht të forcave të policisë, sidomos sipas shkallës të detyrave që të mbajnë, ndryshe të trajtosh repartin Renea, ndryshe repartin Shqiponja, ndryshe forcat të tjera të efektive të policisë apo të atyre që merren me ruajtjen e sigurinë e objekteve. Pra ka disa nivele të strukturës policore dhe sipas nivelit dhe trajnimit tyre mbi këtë profesion sigurisht që krijon një trajnim dhe madje jo vetëm, por duhet të ketë edhe situata të stimuluara për të ditur se si mund të veprohet në rastet kur ka një rrethim, kur bëhen veprime për të neutralizuar persona me shkallë të lartë të rrezikshmërie, ka një protokoll që ju e thatë, një protokoll sigurie, që tregon çfarë mjetësh do të përdoren, cilat do të jenë armët që përdoren, si bëhet një rrethim, si bëhet afrimi ndaj një subjekti, sa kohë mbahet i rrethuar personi në arritjen e shtimit numrit të forcave që janë më të specializuar për ndërhyrje, sepse ai ka qenë një person me shkallë të lartë të rrezikshmërie, dhe a është klasifikuar rreziku për llojin e armëve që ai mund të ketë pasur në përdorim. Dhe momenti kur ka dhe distanca që ka qenë, pra në cilën distancë ka qenë vendosur forcat e policisë që personi ka arritur të bëjë ekzekutimin e një punojëse policie. Sa të mbrojtur kanë qenë ata, çfarë mjetësh kanë përdorur për mbrojtje, a ka pasur mbështetje logjistike lidhur me këtë element të rrethimit ndaj një personi që ka pasur informacion paraprak. Ju thatë ka trajnime, por një nga problematikat që shpesh herë ka e gjithë flota e policisë është fakti që ka mungesë fondesh. Si mund të ketë trajnimet e duhura nëse flota e policisë nuk ka fondet e duhura për të siguruar jetën publike? Trajnimi varet si e kupton çështjen e fondeve. Sepse të bësh një trajnim është ke detyrat e përditshme që ka një punojës policie, një drejtues policie apo një strukturë policie. Ta trajnosh atë do të thotë që nga trajnimi teorik, pra në një ambient ku mund të kemi stimulime nëpërmjet sistemit të inteligjencës artificiale apo nëpërmjet videove të ndryshme të marra nga vende të tjera. Pastaj është dalja në terren ku nëpërmjet terrenit mund të kemi përgatitje profesionale për atë çfarë duhet bëjnë, mënyra e mbajtjes armës, përdorimi i armëve, mënyra e rrethimit, mënyra e vendosjes me skalione, veprimet ushtarake që mund të bëhen duke mbrojtur krahët e tjera. Pra gjitha këto janë pjesë të një pune ku drejtuesi i strukturës patjetër ka një përgjegjësi e para profesionale, morale, po dhe ligjore, nëse ka efektiv të patrajnuar. Dhe çdo efektivi që trajnohet, sigurisht që duhet të evidentohet nëpërmjet raporteve apo nëpërmjet librave të shërbimit apo nëpërmjet raportimeve që bëhen në strukturat e tjera të zinxhirit komandues. Pra këto do të jenë, ndoshta mund të jenë dhe pjesë e hetimit, por në doktrinë forcat shqiponja përdoren edhe për operacione që kanë shkallë rrezikshmërie. Por gjithmonë kur një ngjarje që një aksion që ndërmerret mund të jetë i shpejtë dhe nuk ka kohë për dinamika e një aksioni mund të krijojë problematika, por në protokollet e tyre ato kanë çfarë mban një punojës i repartit Shqiponja në bagazhin e makinës. Çfarë mban ai në moment që niset në një aksion. Pra kjo do të jetë pjesa e hetimi. Pastaj ka pasur trajnim apo jo, bën trajnime apo jo, kjo pastaj mbetet për tu hetuar në rastin konkret. Pra flasim ose nëse kanë qenë në veprime jo profesionale. Po themi duke filluar që nga drejtuesit e operacionit, sepse nuk është vetëm individi, është drejtuesi i operacionit, mënyrën se sa forca përdor, nëse ka pasur negociata, janë vepruar, janë bërë negociata, krijohet efekti kohë për të bërë lodhjen e personit, pra nuk është se bëhet rrethimi dhe fillojnë shkëmbimin e zgjedhjeve.